وعلى الجميع الأنبياء الله والمرسلين. Në emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm dhe mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: I forti nuk është ai që rrezon të tjerët për forcë fizike, por i forti është ai që e zotron veten e tij në momentin e zemrimit. Për sot, me ndihmën e Allahut, do të flasim për temën pasojat e zemrimit, bazuar në Kur'an dhe në thënien e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe familjes së tij të pastër. Hadithi që përmend hadithi i profetit Muhammed na mëson se forca dhe fuqia e vërtet nuk matet me muskuj, as me pushtet, as me pasuri, por fuqia dhe forca e vërtet matet me aftësinë për të kontrolluar vetveten, veçanërisht në momentet e zemrimit. Njeriu që e sundon zemrimin e tij është i mençur dhe i fortë nga ana shpirtërore. Sipas Islamit, ka fesë pastër islame, fuqia më e madhe është fuqia mbi egon dhe jo mbi të tjerët. Kushdo që thellohet në librin e Allahut fuqiplot e kupton se ai, pra Kurani, nuk është vetëm libër ligjesh, por ai është udhëzues i plot për jetën dhe manuali më i mirë për të. Prej Kuranit mund të nxirren mësime për të gjitha aspektet e jetës. Të gjitha ligjet, parimet dhe udhëzimet e Kuranit të shenjtë janë në përputhje të plot me natyrën e pastër njerëzore. Kurani e organizon dhe e disiplinon në mënyrë të mrekullueshme jetën e njeriut dhe të shoqërisë. Një nga çështjet që përmend Kurani i shenjtë është edhe çështja e zemrimit. Kurani e pranon se zemrimi është një ndjenjë njerëzore dhe ai, pra Kurani e udhëzon njeriu ta kontrollojë zemrimin dhe jo të udhëhiqet prej tij. Pra t'i ketë njeriu në dorë frerët e zemrimit dhe jo zemrimi të ketë pra frerët e njeriu në dorë. Në ajetin 134 të surës Ali Imran, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, Alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayzi wal-'afina 'anil nas Wallahu yuhibbul muhsinin. Të cilët japin lëmosh edhe kur janë në mirëqenie, edhe kur janë në vështirësi, e mposhtin zemrimin dhe u falin gabimet, fajet njerëzve. Allahu i do punë mirë. Ky ajet i begat pra flet
për ata pra që japin në kohë lehtësie dhe vështirësie. Flet për ata që kanë durim dhe vetë kontroll në momente zemrimi dhe nuk hakmerën, por ata falin. Ai i do ata që veprojnë me mirësi, me mëshirë, me fisnikëri ndaj të tjerët, edhe kur kanë arsye të zemrohen. Kjo është një shenjë e pjekurisë shpirtërore. Kurani dhe mësimet e profetit Muhammed dhe familjes së tij të pastër të ndritur, paqja qoftë mbi të gjitha, i kushtojnë rëndësi të madhe kontrollit të zemrimit dhe e konsiderojnë si pjesë e ndërtimit moral dhe shpirtëror të njeriut. Të dashur vëllezër dhe motra, ne nuk duhet të zemrohemi, sepse zemrimi i pa kontrolluar sjell pasoja të këqija, si në shpirt, si në marrëdhënie dhe në besim. Kurani i shenjtë, profeti Muhammed dhe familja e tij e pastër, ehli bejti, paqja qoftë mbi ta të gjithë, na porosisin që të mos zemrohemi, sepse zemrimi ka pasoja mjaft të rënda negative. Dhe për atyre pasojave janë e para, pra kur njeriu zemrohet, zemrimi e rëson arsyen. Njeriu kur zemrohet e humb arsyen dhe kthehet në një qendje të pa ekuilibruar, në sjellje, në lëvizje, në të folur, saqë njerëzit përreth tij habiten me veprimet e tij e madje edhe ai vet, pasi qetësohet, habitet me ato që ka bërë. Në gjendje zemrimi, njeriu mund të sulmojë edhe njerëzit më të afërt, pa qenë i vetëdijshëm që e bëri atë. Ai mund të përlyet duart me gjakun e të pafajshmëve, të vras, të plagos, të shkatroj, të vjedh e të bëj dëme, sikur të ishte një bish e egër. Është transmetuar nga Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: zemrimi prish mendjet dhe e largon njeriu nga e vërteta. Sa madhështore pra kjo, thënë. Dhe është më se e vërtetë. Zemrimi prish mendjet dhe e largon njeriu nga e vërteta. Zhytet në kohë zemrimi, njeriu zhytet në një botë të errët, saqë as veten e tij nuk e njeh. Gjithashtu Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: mendimi i sakt njihet vetëm në kohë zemrimi. Sepse kur zemrohet, njeriu shkarkohet, nxjerr gjithçka. Për këtë arsye në hadithet islame thuhet se nëse dëshironi të provoni mençurinë dhe urtësinë e një njeriu, shikoni se si flet në gjendje zemrimi dhe sa aftësi ka për të kontrolluar veten e tij nga e keqja e kësaj force shpërthyese shkatërruese, pra forca e zemrimit. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: fillimi i zemrimit është shmenduri dhe fundi i tij është pendim. Ai që e ndalon veten në fillim, shpëton nga pendimi në fund. Pra ai që e shtyp zemrimin dhe nuk shpërthen, ky njeri shpëton nga pendimi në fund. Pasoja e dytë e zemrimit është se zemrimi është rrezik për besimin. Zemrimi çon në zbehjen dhe zhdukjen graduale të njeriu, të besimit të njeriu. Sepse njeriu i zemruar kryen mëkate që e rrësojnë zemrën. Me këtë errësirë,
rrezikohet zhdukja e besimit. I dashur i zemrave tona, profeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa ali ka thënë, zemrimi e prish besimin ashtu si uthulla prish mjaltin. Pra, zemrimi e shuan butësin dhe mëshirën nga zemra. Pasoja e tretë që sjell zemrimi është se zemrimi prish marrëdhëniet. Një fjalë e thënë me zemrim mund të shkatroj miqësi, familje, dashuri dhe respekt. Kur njeriu është i qetë dhe fal të tjerët, ai ruan bashkimin dhe harmoninë, që janë shumë të rëndësishme në Islam. Sepse Islami urdhëron për bashkim, për unitet, për harmoni. Islami na thot bashkëpunoni me njëri tjetrin, me devotshmëri, me mirësi, me respekt dhe me dashuri, dhe mos bashkëpunoni me njëri tjetrin, me armiqësi dhe urrejtje. Pra zemrimi është ai që prish marrëdhëniet. Pasoja e katër është zemrimi lëshon gjuhën dhe largon të kuptuarin. Zemrimi dëmton zemrën dhe shpirtin. Urrejtja dhe zemrimi i vazhdueshëm mbjell ligësi në shpirt, prandaj të kemi kujdes. Të pastrojmë zemrat tona nga urrejtja, nga zemrimi, nga ligësia, me qëllim që të zemrat i dorëzojmë tek Allahu të pastra. Të pastra nga çdo lloj mëkati, nga çdo lloj gjunahu. T'i qëjmë të bardha dhe jo të nxirë. Pasoja e gjashtë, zemrimi zbulon të metat. Zemrimi nxjerr në shesh të metat e të fshetat e njeriut. Në gjendje të zakonshme njeriu e mban veten në kontroll dhe nuk i shfaq dobësitë dhe të metat e tij para të tjerëve, duke ruajtur kështu pra nderin, dinjitetin, respektin e tij. Por kur zemrimi ndizet brenda tij, ky zemrimi heq mbulesat dhe maskat nga realiteti i brendshëm, i thyen prangat e arsyes dhe nxjerr në pa dobësitë dhe të metat e njeriu që zemrohet. Gjë që e bën të humbas personalitetin dhe pozitën e tij në sy të njerëzve. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, sa shok i keq është zemrimi. Ai zbulon të metat, afron të keqen dhe largon të mirën. Sa madhështore pra kanë thënë. Të dashur vëllezër dhe motra, ku përmendim thënjet e Imam Aliut, i përmendim sepse ai ishte pra nxënës si i profetit Muhammed. Dhe për Imam Aliun profeti Muhammed ka thënë, unë jam qyteti i dijes dhe Aliu është porta e tij. Rruga e Imam Aliut është rruga e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Pasoja e shtatë e zemrimit është se zemrimi çon në sundimin e shejtanit mbi njeriu. Allahu na ruaj. Zemrimi ja hap rrugën shejtanit për të sunduar mbi njeriu dhe për ta futur në graskat e tij, gjë që e çon në mëkate dhe të këqija. Kjo ndodh sepse besimi dhe arsyeja janë dy pengesa të forta kundër sulmeve të shejtanit. Por gjatë zemrimit ato dobësohen dhe të kurren, duke lënë njeriu të pambrojtur, të zhveshur përballë ndikimit të shejtanit. Atëherë, shejtani i mallkuar hyn lehtësisht në zemrën e njeriu, pra kur zemrohet, sundon mbi të dhe aktivizon elementat e së keqes në shpirtin e njeriu. Pra zemrimi bëhet shkak që
shejtani ka të jetë sundues mbi njeriu nga kjo. Në një hadith thuhet, kur profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, ju lut Zotit të tij kundër popullit të vet, që pastaj pra u mbytën, atë përmbytjen e madhe. Ati pra Hazreti Nuhut a.s. i erdhi iblisi i mallkuar dhe i tha, o Nuh, ti ke një jetë mirë tek unë dhe duhet të shpërbrej për të. Profeti Nuh a.s. i tha, më nëverit që të kem ndonjë të mirë tek ti. Por çfarë është ajo? Ma thuaj, çfarë është? Iblisi i tha, ti u lutë kundër popullit tënd dhe ata u mbytën. Dhe tani nuk më ka mbetur njeri për ta devijuar. Jam në pushim derisa të lind një brez tjetër, që unë ta mashtroj. Por dëshiroj të të shpërblej, duke të këshilluar. Pra iblisi, thot profetit Nuh, duke këshilluar. E çfarë thot, kjo është një mësim mjaft i madh. Ka iblisi thot Hazreti Nuhu, më kujto kur gjykon mes dy vetëve. Më kujto kur je vetëm me një grua dhe s'ka asnjë tjetër me ju. Dhe më kujto kur zemrohesh. E ky tregim na mëson se zemrimi është një nga portat më të mëdha për hyrjen e shejtanit në shpirtin e njeriu. Ndaj, kujdesi dhe kontrolli i vetes në ato momente është një akt i besimit dhe i urtësisë. To pra ishin 7 prej pasojave të shumta. Pra që shkakton zemërimi. Të dashur vëllezër dhe motra, në mbyllje po përmend një porosi të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi për Imam Aliun. Padyshim që kjo porosi vlen edhe për ne sot dhe për brezat që do të vinë pas nesh. I dërguar e Allahut, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i ka thënë Imam Aliut, o Ali, mos u zemro, e nëse zemrohesh, ulu dhe medito mbi fuqinë e Zotit ndaj robëve të tij dhe mbi durimin e tij ndaj tyre. Dhe nëse dikush të thotë, kije frikë Allahun, atëherë ndalo zemrimin tënd dhe kthehu tek durimi yt. Kjo porosi madhështore na mëson si ta kontrollojmë zemrimin. Profeti në këtë porosi pra na mëson të kujtojmë fuqinë e Allahut dhe mëshirën e Allahut, i cili ka durim me ne edhe kur gabojmë. Pra në kohë kur ne zemrohemi, pra të kujtojmë fuqinë dhe mëshirën e Allahut. Sepse në zemrim njeriu bëhet i pamëshirshëm dhe ka një fuqi marramendse negative. Së dyti na mëson të ulemi ose të largohemi nga vendi ku zemrohemi. Dhe na mëson të pranojmë këshillën, nëse dikush na kujton të kemi frikë Allahun, pra kur zemrohemi, dhe të kthehemi tek durimi, pra të durojmë, të heqim dorë nga zemrimi. Në këtë mënyrë, njeriu pra ruan qetësinë, shmang mëkatin dhe pasqyron moralin e besimtarit të vërtet. Imam Musa Kadrim, i cili njihet si shtypsi i zemrimit, ka thënë, kush e përmend zemrimin, Allahu do t'i mbush zemrën e tij me siguri dhe besim. Vetëpërmbajtja përballë zemrimit sjell qetësi, forcë shpirtërore dhe dashuri hyjnore. Zemrimi sjell armiqësi, ndërsa durimi sjell qetësi. Njeriu që nuk zemrohet lehtë është i dashur nga të tjerët dhe i qetë në shpirt, sepse ai nuk mbart
urrejtje armiqësi, kurse ai që zemrohet shpesh jeton i trazuar dhe me stres të vazhdueshëm. Prandaj atë vulkanin e fuqishëm të zemrimit le ta shuajmë me durimin, me vetëpërmbajtjen, me besimin, me përmendjen e Allahut fuqiplot. E përse vallë të zemrohemi? Aja vlen, jeta është e shkurtër. Prandaj gjithmonë le të jemi të qetë. Nëse dëshirojmë pra të jemi të lumtur dhe të shpëtuar, si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Allahu na bëft për atyre që janë të durueshëm, atyre që e shtypin zemrimin, dhe na bëft për atyre që e përmendin gjithmonë Allahun fuqiplot. Allahu ju ruaj, ju begatoft, ju familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.